Mirëdita. Të nderuar gazetar, të nderuar qytetarë dhe qytetar. Këtë konferencë para jush, ju kërkoj ndjes, por do ta filloj duke shtruar një pyetje për të gjithë ju. Për të gjithë ju. Si mund të quhet? Çfarë emri mund t'i vihet? Një kryeministri i cili fluturon disa mijëra kilometra nga vendi i tij për të marrë pjesë në një samit ndërkombëtar të titulluar Samiti Global për Demokracinë në Barcelonë dhe mashtron qytetarët e vet, u thot se unë isha për një vizitë në Spanjë tek Pedro Sánchez dhe nuk thot një fjalë të vetme. Mban sekret për qytetarët e vendit të tij pjesëmarrjen në samitin global ku ishin një numër i caktuar kryetarësh shtetësh apo kryeministra nga një sëri vendesh të Amerikës Latine, të Afrikës dhe pjesë të tjera të globit. Pra, edhe njerë, kur një kryeministër shkon në një vend, merr pjesë në një samit sikur të ishte klandestin, në një kohë kur ajo ishte një ngjarje publike ndërkombëtare, e ftuar nga kryeministri spanjoll me një numër të konsiderueshëm kryeministrash dhe kryetarë shtetësh. Çfarë emri mund t'i vini ju? Një kryeministri të tillë që fsheh pjesëmarrjen e tij në një samit ndërkombëtar dhe shet se ishte për një vizitë zyrtare në Spanjë. A mund ta quheni këtë një burrec, një langaraq, por mundet edhe një prostitut amorale politike. Pse kjo? Së pari, samiti në të cilin u paraqit, siç deklaron udhëheqësi të majtës botërore ekstreme Alexis Soros, ishte organizim i tij. Lexoni postimet e tij në që ka bërë dhe kënaqësinë që shpreh. Së dyti, ky samit e vërteta nuk ishte me një mantra anti-amerikane, por nuk ishte pro-europian. Jo, nuk ishte një samit pro-europian. E fundit, si mund të fshehesh pjesëmarrje një samit të tillë?
cilat janë arsyet që fshe buracak, langaraq, janë të pakta, po dhe prostitut politike, po dhe e tilt nuk e fshe, që shkove, more pjesë, jenë panel, jenë foto, kujt ja fshet ti këte? Pra, shikoni se çfarë nuk e di cilën fjalë t'i them. Nuk përdor fjalët e tij me cilat ka lind në gojë, nuk ja lejoj vetes, por i them të paktën langaraq. Shkove. Njofto që isha në samitin global për demokracinë, të organizuar nga ekstremisti i majt Alex Soros. Mirë po, këto lëvizje midis ekstremeve, të këtij njeriu pa karakter, delinkuent, i kapur nga ligji shqiptar dhe ndërkombëtar, bëjnë qesharake Shqipërinë dhe shqiptarët. Ky mendon, çfarë tregon me këtë? Ky tregon me këtë se ky nuk ka interesa kombëtare. Shkove, pranove dhe u antarësove në bordin e paqes. Dhe për këtë shqiptarët meritojnë shpjegimin që vijon. Ne kemi miratuar këtë plotësisht, sepse po t'jetë çështja për çështje të sigurisë kombëtare, ne absolutisht pa asnjë ndyshje votojmë dhe jemi në anën e Shteteve të Bashkuara. Mos ketë iluzion këtu. Dakord. Po tani të shtyu, të shkosh tek ata të cilët kanë qëndrime të kristalta anti-amerikane. Dhe ato qëndrime i kanë për interesat vendeve të tyre, si gjykojnë ata. Kuj ke interesat ti? Ti s'ke interesa. Për vend, ti ke interesa vetë personale. Ti çdo lëvizje e bën për të shpëtuar kokën tënde. Kjo është fyrje, kjo është përçmim, kjo është turp. Po pse do publikoj Alexis Soros fotot e samitit me Edi Rama dhe do i censuroj Edi Rama? Çfarë tregon kjo? A nuk tregon kjo për njëri pa karakter, frigacak? Shturp, njëri pa dinjitet, qofse tako publiko foton, çfarë ke? Do thoni ju, po çfarë? Jo, ka rëndësi shumë të madhe, sepse ai nuk e ka udhëtim privat atë. Aja ka udhëtim për faqësim të shtetit shqiptar. Dhe në atë samit ishin të pranishëm një seri kryetar shtetësh, kryeministrash me qëndrimet të hapta anti-amerikane.
Çfarë shtyn, çfarë interesi ka Shqipëria aty? Asnjë interes. Janë vetëm interesat personale të Edi Ramës. Janë vetëm interesa personale të Edi Ramës. Dhe ky është keqpërdorimi absolut. Është përdorimi absolut i postës dhe i detyrës. U përpoq ta maskoj me çdo kushte, u përpoq të mashtrojnë shqiptarët me çdo kusht. Ju e pat vetë. Deroj me forcë një qëllim të tillë poshtrues për një kryeministër. Por unë nuk merakosem se vetë poshtrohet ai. Por problemi është se ai është përfaqësim. S'ka ndodhur kur, s'mund të ndodhë. Të shkoj kryeministri në Sami dhe ta fsheh. Sigurisht të takim klandestin, ndërkohë që ato ipin gjithë vetjat e botës. Më spaku, se s'do ta prishgojnë me fjalët e tij. Langaraq, kaq. Faleminderit. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCNTV. Ditën e djeshme nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Belind Kolliçi, ka bërë një denoncim në rrjetet sociale, në të cilin sipas dokumenteve të shtetit gjerman dhe dokumenteve të tjera të cilat kishte, evidentohen lidhje të pronar, pra të Jet Bank në Shqipëri, të bankës së parë online, me pronarin e Forexit të dënuar me 4 vite burg në Austri për mashtrim me call centerat. Në këtë kuadër ngri edhe pikpyetja në lidhje me cilësinë e verifikimit të bërë nga Banka e Shqipërisë sa i përket licencimit të Jet Bank. A do të kërkojnë Partia Demokratike interpelancë apo të thrasë në komisionet parlamentare Bankën e Shqipërisë në lidhje me këtë proces? Çfarë hapash do ndërmerrni? Faleminderit për pyetjen shumë të rëndësishme. Historia e bankës digjitale është një histori disa vjeçare, të cilën me të drejtë Banka e Shqipërisë ka kundërshtuar. Tani, Banka e Shqipërisë ka kundërshtuar, kurse Edi Rama ka insistuar në mënyrën më patologjike. Në këtë kontekst, në qoftë se mund t'i vije një emër kësaj banke, në këtë kontekst, kjo është banka e familjes Rama. Prit, të lutem. Historiku është kjo. Gjashtë vite më parë, apo lofta edhe më shumë, 6 vite më parë, Ardian Çela deklaroi në parlament, në rast se ju kujtohet, se kuçedrat e energjisë, kuçedrat e kaskadës janë shtëpitë e barit dhe shtëpitë e bitcoinit. Ju kujtohet kjo? Dhe se në atë kohë, ekzistonin një seri të dhanash se në afërsi të hidrocentraleve ishin vendosur kontejner shtëpi bitcoini, që e duan korrentin konstant e tjere me radhë.
Pas kësaj, ka historinë e vetë kjo, prandaj e kërkonte Edi Rama me çdo kusht bankën. Arman Josifi, ortak me Olsi Ramën, siç e dini publikisht, në Pegasus, këshilltar i Olta Gjaçkës, Arman Josifi, Aman Josifi, me shpejtësi të madhe rriti rrjetin e call centerave. Çfarë ndodhi në atë kohë? E ndiqja. Në atë kohë vraponin tatimorët tek call centrat, i dyllosnin dhe punojësit kalonin të gjithë tek Aman Josifi të mbrojtur. Atyre u thuhej, dhe janë denoncuar këto, hajde punoni tek ne se ne shteti nuk na lot sepse ishte Olsi Rama mbrojtësi. Në atë kohë, mashtrimi me call center arritin për masa disa miliard në kuadrin e grupit Milton. Besoj ju kujtohet. Milton. Një grup me deg në Ukrainë, në Shqipëri e tjerë, po kjo qendra e fuqishme ishte Shqipëria. Prit tani. Aman Josifi ishte një rrjet i tërë, kishte një person, Enea, i cili ishte i specializuar në konvertimin e bitcoinit në monedha të tjera. Prit. Këta e dini mekanizmin si vjedhin. Një vjedhje shumë e ulët. Bëjnë reklamin që sille bitcoinin tënë këtu, tazam bitcoini kushton 30.000 euro dhe do ta marrish me 35.000 euro. Pensionistët, apo dhe jo pensionist, e depozitojnë në kuletën digitale të tyre dhe aty mbetet imazhi i bitcoinit, por bitcoini zhduket. Dhe ata shohin dhe kontrollojnë dhe kujtojnë se janë në rregull, kujtojnë se e kanë bitcoinin në vëzhgim. Bitcoini ka përfunduar në Dubai. Bitcoini i tyre ose është kthyer në euro. Të gjitha këto i kemi denoncuar. E dini ju, doli skandali, Aman Josifi ja mbathi për Dubai, thonë e përcolli Olsi Rama. Nuk jam njeriu që kontrolloj dot ato pikat e kalimit kufirit. Por, avokati Aman Josifit, Altin Troplini, Hajri, Farruku dhe Gjokaj, gjersot nuk e ka marrë në ndjekje Aman Josifi. Jo. Çfarë tha? I papërgjegjshëm, i korruptur, turp. Jo, tha, ai nuk ka ndodhur në Shqipëri. Domethënë, si më thanë janë vjedhë të tjerë. Domethënë, po të shkojnë shqiptarët të vrasin të tjerë apo të vjedhin atje, këtu ligji u thot bravo. Kjo është logjika e plaçkicit. Po kjo është e vërtetë, siç ja u them. Siç ja u them. Dhe pse nuk hetoi Aman Josifi? Se ishte Olsi Rama. Ishte Olsi Rama, njeriu menaxheri Aman Josifit. Prit. Aman Josifi, një gjykatës spanjoll,
se ne shumë as mandat arresti ndërkombëtar për të fare. Lëshon mandat arresti ndërkombëtar dhe gjitën në Dubai dhe arrestohet në Dubai. Përsëri Altin Troplini thot, jo ne nuk kemi jetim, do ta bëj autoritetet spanjolle. Kishte krye veprimtari kriminale miliarda euro dhe ky deklaronte se nuk do ta hetonte. Pra, këto janë çështjet dhe më në fund, pas këtyre veprimtarive, ju duhet ta dini se call centrat plaçkitse janë fenomeni më kriminalet në Shqipëri. 24 orë mbi 24 orë. Qindra e qendra plaçkitse. Qendra plaçkitse. Vjedhin qytetarët italian, francez, gjerman, austriak e me radhë. Dhe këto para tani kalojnë në bankën Rama. Bankën e familjes Rama. Quhet Xhepa, se s'kan si, është bankë e këtyre, ata janë fonjo, të gjithë janë të krijuar. Kjo është bankë në funksion të familjes Rama. Me bitcoinin e ka në Shqipëri e menaxhon familja Rama, plaçkitje e call centrave. Tani për Olsin thonë, po nuk mund të them, se nga që janë bërë aq të shumta, Olsi është licencuesi i tyre. Ato vjedhin shuma prallore, minimumi 30 milion euro në muaj secila. Qytetarëve, e kuptoni ju se si jemi bërë ne, ndaj dhe banka. Faleminderit. Të Berisha, cila do t'jetë strategjia e protestës së ardhshme, meqense ju dje thatë që ajo do t'jetë në proporcion me dhunën që ushtroi policia ndaj protestuesve? Ne jemi për protestë paqësore. Dhe vetëm paqësore. Dhe u them të gjitha atyre që në mbrojtjet e Edi Ramës kundërshtojnë protestat tona, se gjërë sot 7 protesta kombëtare më të fuqishme që ka njohur vendi, për shkak të karakterit paqësor nuk ka një policë të plagosur. Mediat nuk mund të citojnë emrin e një polici të plagosurit. Mediat mund të paraqesin skenaret organizuar nga policia për të paraqitur policë të plagosur, por të dështuar, por jo të plagosur. Sepse është protestë paqësore. Kjo është shkaku. Tani, protestë e fundit janë përdor helme me rrezik të lartë. Janë përdor granata siç i pat, janë përdor pluma gome, janë përdor vërbues ariu dhe helme tjera toksike. Janë hedhur nga taracat shishe molotov në mes të protestuesve. Janë hedhur nga taracat me dishmitar, të gjitha këto. Herë e fundit, Skënder Balluku, një mercenar krimi, i Lubi Ballukut, mendoj se do mbyll çështjen Rama Balluku me akte shtazërie kundër protestuesve. E garantoj që do jetë përgjegjës për secilin prej tyre. Dhe opozita nuk mposhtet kurrë. Opozita do u përgjigjet në mënyrën më të fuqishme
protesta tjetër do njoftohet shumë shpejt, kryerritja tjetër paqësore dhe do jetë më madhështoria që ka njohur vendi. Faleminderit. Fiorenza Cana, Ora News. Zoti Berisha, në përfundim të protestës së 17 prillit ju deklaruat se do të bëni gjithçka për të bashkuar në një front përbashkët me të gjitha forcat e tjera politike opozitare. Çfarë nënkuptoni me gjithçka? Ne besojmë se ekziston një bazë reale bashkëpunimi dhe bashkëndimi për të gjithë opozitën shqiptare. Për çdo opozitar në historinë e kombit nuk ka patur pas Enver Hoxhës një armik të dytë të shqiptarëve si Edi Rama. Opozitar të vërtet. Nuk ka patur kur një regjim plaçkic si ky. Nuk ka patur kur një armik të votës lirë si që është ky. Nuk ka patur kur një qeveri të lidhur kokë këmbë me krimin drogën. Dhe në këtë kuadër të krahasosh të pakrahasueshmet, të krahasosh qeverinë apo liderin apo kryeministrin me opozitën dhe liderin e saj, më spaku je një viktime mjere propagandës, për ndryshe je një shërbëtor i pashpresë i qeverisë. E them këtë sot sepse si që ndigjoni ju, mafja më e rrezikshme e Shqipërisë është mafja e fjalës lirë, e trillimit dhe manipulimit. Ajo përbëhet nga disa element mafioz të blerë nga qeveria, nga disa mercenar të fjalës lirë të tipit Stanishaq, Baton, që pasi ka mbrojtur për 12 vite, pasi ka mashtruar shqiptar, po s'është i vetëm, janë disa. Kot nuk është i vetëm ky. Tani gjenë si mburojt krahasojnë të pakrahasueshmet. Krahasojnë qeverinë me opozitën që lufton çdo ditë kundër saj. Sulmojnë protestën e opozitës sepse u shqehen si zhaba me paratë e takspaguesve shqiptar. Pra, në këto rrethana, uroj që asnjë opozitar të mos bjeri viktime kësaj propagande, por të gjej kurajon frymën e bashkimit dhe të bashkëpunimit. Qëllimi ynë më i parë dhe më kryesor si opozit duhet të jetë të garantojmë shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe me Edi Ramën, vetëm puthadorët e Edi Ramës mund të imagjinojnë një gjë të tillë. Ne, po në fushën në zgjedhje, kemi ofruar listën e hapur proporcionale të pastër kombëtare, me një prag të përcaktuar nga, jo nga ne, si Parti Demokratike, por nga parti tjetër. Në sistemin zgjedhor, pra, me qëllimin më të mirë për një bashkim të opozitës, gjykoj se kemi bërë lëshimin maksimal dhe të drejtë. Pse?
sepse ky bashkim duhet jetë mbi bazën e kontributeve reale të secilës parti. Dhe kjo shumë shpejt do konkretizohet. Ky propozim i tyre është shqyrtuar nga koalicioni ynë, dhe është pranuar nga koalicioni ynë. Urojmë që çdo forcë politike opozitare, e cila gjen aty absolutisht të ndershme dhe të drejtën, bashkimin mbi bazën e kontributit real, të bashkohemi, të krijojmë një front të gjerë të përbashkët kundër kësaj qeverie për të kthyer votën e lirë dhe për të larguar nga pushteti Edi Ramën. Lajdi Bot dhe Syri Televizion. Zoti Berisha, në mediat britanike ka dalë një lajm për një shtetas shqiptar i cili ka dalë para gjykatës së Londrës, Irfan Azizi, dhe do të shqyrtojë ekstradimi i tij ose në Shqipëri. Gjatë pretendimit e tij ai është shprehur se në Shqipëri rrezikohet jeta, pasi grupi kriminal sipas tij që nëse ai do të vinte në Shqipëri do të vriste atë pasi kishte lidhje të ngushta me kryeministin dhe kishte kryer edhe disa vrasje me porosi të kryeministit të Shqipërisë. A keni ju një koment apo një informacion në lidhje me këtë lajm? Informacion konkret për këtë rast nuk kam. Koment kam. Koment kam të plot. Është e dokumentuar me dokumenta zyrtare në dosjet e skapit të partisë. Me dokumenta zyrtare se Tauland Balla ka bërë ndërlidhjen direkte për probleme elektorale midis kartelit Çela dhe Edi Rams. Është e faktuar në mënyrë zyrtare me dokumenta zyrtare me regjistrime se Tauland Balla ka porositur vrasje. Dhe këto dokumenta, këto regjistrime janë djegur me proces verbal i cili është publikuar në media nga gjykatësja Vyshka, në mos gaboj, dhe një prokuror tjetër. Është e dokumentuar fakti se Tauland Balla është nisur me urdhër të Suel Çels me prokurorin Vath Staka në Shkodër për të liruar terroristët që i vendosen Tritonin ndërshal Lulzim Kullës. Është e vërtetuar me dokumenta zyrtare se Tauland Balla, ministër, kërkonte autoriteteve gjyqësore të Elbasanit që të rikthenin dosjen e Toyota Yaris makinave, tani jo parave, se paravet i kishin zgjidh, por tani makinat duhet të riktheheshin kartelit, sillni tek policia që t'i nxjerrim jashtë afateve ligjore të rikthehen. Nuk ka një dytë pas Edi Rams më të inkriminuar në Shqipëri se Tauland Balla. Unë nuk e njoh atë personin që ka bërë këtë deklarat në gjykatat e Londrës, por e vërteta është kjo që them për Tauland Balla dhe gjithë këto dokumenta janë në këtë dhe unë i kam paraqitur. Dhe këta janë famëzi, urdhoni. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Krimit rezulton është polivalent. Ky është një rast tjetër ky që del tani në Londër për te. Faleminderit.